Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju dhe mbi të dashurit tuaj. Të dashur vëllezër, të nderuara motra. Njeriu në këtë botë ka ardhur me një mision. Dhe nuk ka njeri që Allahu e ka sjellë në këtë botë, nuk ka jetuar momente të lumtura, por edhe momente të hidhura. E këto vite gjatë jetës, për dikën më shumë, për dikën më pak, gjithsesi prej nesh, në fund do ta përballin me një moment, e i cili moment për besimtarin nuk është mërzi, nuk është hidhësi, por është kënaqësi, sepse besimtari e din që nuk bën pa u takuar me Zotin e tij. Fjala është për vdekjen tonë që do ta shijojmë gjithë secili prej nesh. Çdo njeri në këtë botë e besoj Zotin, nuk e besoj Zotin, do të takohet me melekul mautin, i cili do të vijë patjetër, por kur do të vijë nuk e dim asnjëri prej nesh. Allahu në Kur'an na ka treguar dhe ka thënë: "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allahu fuqiplot është ai i cili e ka krijuar vdekjen edhe jetën. Për çfarë arsye Zot? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Për t'ju sprovuar juve se cili prej jush është më vepër mirë. Për të qenë në sprovë ju se cili prej jush punon më shumë vepra të mira. E kuptojmë ne se çdo njeri do të vdesë. Dhe mërzia ju nuk është se do të vdesim, por ne pikëllohemi shumë për dy arsye, për dy aspekte. Dhimbja jonë është si do të vdesim dhe çfarë kemi lënë pas veti. Mënyrën se si do të vdesim na ka treguar Muhamedi alayhis salam, i cili ka thënë: "Kema ta'ishuna tamutun." Ashtu qysh do të jetoni në këtë botë, ashtu edhe do të vdesni. E dyta, çka do të lëm pas vete, Muhamedi alayhis salam edhe këtë na është përgjigjur dhe ka thënë: "Kur vdes njeriu, të gjitha punët e veprave të mira i mbyllen, përveç në 3 raste. Ai i cili ka lënë dituri do të jeton edhe pas vdekjes. Ai i cili ka kontribuar në një sadakë rrjedhëse, ndërtimin e xhamieve, ndërtimin e mektebeve, ndërtimin e shkollave, ndërtimin e çeshmeve të ujit, bunorëve të ujit, e shumë aspekte të tjera të cilat llogaritën sadakë xharie, sadakë rrjedhëse, ky njeri edhe pse ka vdekur, ka shumë vite për të jetuar. Dhe e treta, ai njeri i cili ka lënë waladun salih, fëmijë të hajrit të cilët luten për prindin e tyre. Të dashur vëllezër, të nderuara motra. Për të jetuar edhe pas vdekjes, më thuani kush nuk dëshiron. Patjetër se këtë dëshirë kemi të gjithë. Jo për të jetuar fizikisht, por për të qenë shpirtërisht në zemrat e atyre të cilët e vazhdojnë jetën pas nesh. Për të jetuar edhe pas vdekjes, të mundohemi që fëmijëve tonë t'u mësojmë besimin e sinqert në Zotin, t'u mësojmë të lejuarën dhe të ndaluarën, t'u mësojmë namazin, t'u mësojmë veprat e mira. E më thoni, çfarë do të humba ai njeri i cili fëmijët e tij janë adhurues dhe njohës të Zotit, njohës të lejuarës e të ndaluarës, halalit dhe haramit, dhe praktikues të namazit. Më thoni, se ka më mirë, a ka më mirë se sa t'i lihet kjo pasuri fëmijëve tonë. E dyta, gjatë jetës tonë të mundohemi të investojmë në vepra të cilat janë të vazhdueshme. Të dashur vëllezër, të nderuara motra. Shumë xhami në vendet tona janë me qindra vite, janë të vjetra me shumë vite. Këtu xhami dikush i ka ndërtuar, për këtu xhami dikush ka kontribuar, këtu xhami dikush pasuri ka dhuruar. E të mundohemi edhe ne, me çfarë do shumë qoftë edhe një shumë e vogël, ndoshta në sytë tonë nuk është në peshën e madhe, por të hyjmë në sevap dhe në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e xhamive të cilat do të jetojnë edhe kur ne s'do të jemi.
Investo në vetvete i dashur vëlla, e nderuara motër. Bëhu për atyre të cilët investojnë në vetveten tënde. Si është investimi në vetvete? Investimi më i mirë është që njeriu të investon në vetvete, në familje dhe tek fëmijët. Por se të investojmë në veten tonë, po ky investim është duke u bërë njeri i hajrit, duke u bërë burra dhe grua e hajrit. Dhe me këtë hajr të na shohin edhe të tjerë dhe të punojmë vepra të hajrit edhe për të tjerë. Mos e kurseni veten në punë dhe në vepra të tjerë, për të ndihmuar të tjerë, për të qenë afër të tjerëve, për të biseduar me të tjerët dhe të llogarisim që një ditë kur do të na mbyllin syt dhe do të shkojmë për ahiret, të tjerët të na llogarisin sikur njerëzit më të mirë që ka pas shoqëria. Dhe të mërziten të tjerët pse ne s'jemi në këtë botë. E në këtë çështje e këshilloj veten edhe juve që të mundohemi që të tjerëve tu mësojmë ndonjë vepër të hajrit, sepse po u mësuam dikujt një vepër të mirë, ajo vepër do të vazhdojë. Ajo vepër do të punohet edhe kur ne nuk jemi në këtë botë. Shembull, i këshilloj gjithë prindërit që mos lejoni që dikush fëmijëve tuaj tu mëson surën Fatiha apo Elhamdulillahi. Sepse këtë sure ai djalosh do ta këndoj 40 herë brenda ditës, sepse do të fal namaz. Dhe sa herë që kjo sure këndohet nga ky fëmijë, shpërblimin e merr ai i cili ja ka mësuar i pari. Andaj bëhu ti prej atyre të cilëve u mëson të tjerëve hajr, u mëson të tjerëve mirë. Dhe me të drejtë më ka thënë një prind, huj, ta kam xhelozi. Sepse të gjithë formën e namazit ti u a ke mësuar fëmijëve të mi. Dhe tani e kanë kuptuar që shpërblimi i kësaj vepre do të jetë për ty e jo për mua si prind. Andaj garoni në punë dhe në vepra të hajrit, me të cilat do të shoqërohemi edhe kur do dalim para Zotit fuqiplot dhe do të jetojmë edhe pasi ne të vdesim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.